Atëherë, kolla është refleks mbrojtës, por një person që nuk pi duhan, dhe këtë u them shumë herë pacientëve, një person që nuk pi duhan, nuk ka një ambient pune me ndotje ambientale, kimike, rrezatime, nuk është normale të ketë kollë. Domethënë, mbas një gjendje virale, nëse një person përjeton një gjendje virale me temperaturë, me rruf, me hethe, mund të ketë një kollë që kufizohet brenda një javë, maksimumi 10 ditësh. Një kollë duhet të vetë kufizohet. Domethënë, mbaron procesi inflamacionit dhe receptorët e kollës duhet të kthehen në normalitet. Një kollë që zgjat më shumë se një javë, duhet parë arsyet që shkaktojnë të kollë. Domethënë, e mira është një person që kalon periudha një javore, 10 ditore, të paraqitet te mjeku për të parë pse kjo kollë po vazhdon. Pasi thamë që është një mekanizëm mbrojtës, por kolla ka nis nga disa receptorë. Dhe këto receptorë të kollës janë të përhapur në organizmin e njeriut në gjitha organe. Domethënë nuk është se kolla është vetëm fyti, mushkërit, siç e perceptojnë njerëzit. Kolla fillon që nga sinuset, nga laringu, nga faringu, te pleura, te stomaku dhe ka shumë organe përveç bronkeve, trakesë, që ne kemi të saktuar që një bronkitë se kalon një gjendje virale, edhe organet të tjera, perikardi dhe organet të tjera mund t'japin kollë. Kështu që një kollë që zgjat dhe që nuk justifikohet me një gjendje akute inflamatore, një infeksion akut, stinor që vetë izolohet, duhet patjetër të monitorohet nga vjen origjina e kësaj kolle.